thënie nga gjenimi I shekullit të 16 Giordano Bruno. Bruno ishte morg filozof, poet, astrolog dhe matematikan. Teoritë e tij kozmologjike shkojnë përtej modelit kopernikan. Bruno ishte I vetmi që gjeti saktë se dielli ishte vetëm thjesht një tjetër yll që lëviz në hapësirë. Dhe pohoi gjithashtu se universi përmbante një numër të pafund botësh të banuara me qenie inteligjente. Gjyqi kundër Brunos zgjati 7 vjet. Përfundimisht ai u gjet fajtor për herezi dhe u dogjë përsëgjalli në turrën e druve në vitin 1600. Citojmë disa prej thënieve të tij. E vërteta nuk ndryshon prej faktit se besohet ose nuk besohet nga shumica e njerëzve. Ndoshta ju që më dënoni, keni më shumë frikë se unë që po dënohem. Mendja ullë dëshiron të mendoj me masat ose shumicën, thjesht dhe vetëm sepse shumica është shumica. Drita hyjnore është gjithmonë brenda njeriut, duke paraqitur në shqisa dhe në arsye, por njeriu e hedh poshtë. Dëshira më nxit ndërsa frika më lidh. Nuk është I varfër ai që ka pak, por ai që dëshiron shumë. Gjatë vdekjes së gjallë, jeta vdekur jetohet. E pres dënimin tuaj me më pak frikë se sa ju që e jepni. Vjen koha kur secili do të shoh atë që shoh unë. Koha është babai së vërtetës. Nëna është mendja jonë.